e cilësuar si zema e kryeqytetit. Zona ish bllokut pritet të transformohet. 3 rrugë nga rrugët kryesore të saj do i nështrohen rehabilitimit edhe do të kthehen në prioritet për komsorët dhe me shpejtësi të kufizuar për automjetet. Është vendosur që në radhë të parë të eliminohen rrugët paralele me lanën, vend parkimet për asfaltim për rrugën Pjetër Bogdani, për brigadën e 8 dhe më vonë Nikola Tupe. Qëllimi jonë është që të jetë një komsor i sigurt, prandaj ndërhyrja që po propozohet sjell në të njëjtin nivel trotuarin me karrexhatën, pra do të jenë hapësira të unifikuara ku komsori mund të ecë lirshëm, ndërsa automjetet do të kenë kufizim të shpejtësisë, tha anën kryetaria e bashkisë Frida Pashako. Vetëm rruga kryesore, ajo Ismail Qemali, do të ketë një korsi parkimi për automjetet dhe po ashtu edhe për biçikletat. Rruga Ismail Qemali është ajo më e madhe dhe më e gjëra, e cila do të ketë një korsi për parkimin e automjeteve. Është rrugë kryesore e bllokut. Na jep mundësi të shtohem edhe nga ana një korsi biçikletë për të lidhur me gjithë rrjetin në kryqëzet. Do trajtohet me materiale të kushërrenta, shtoi më tej në kryetaria e bashkisë. Kosto e projektit që pritet të nisë në muajin maj dhe të përfundojë në muajin tetor, arrin në 300 milion lek. Në të gjitha qytetet evropiane ka ndërhyrje të tilla. Konsulentja jonë është Maria Vasilaku, ish në kryetaria e Vjenës. Kostoja është rreth 30 milion lek të reja, përfundoi Frida Pashako. Në kryetaria e bashkisë Frida Pashako thotë se shkak të fluksit automjeteve parkimi të 9 toksor shihet si zgjidhje për uljen e trafikut në kryeqytet.